Banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani, ka pranuar hapur se ka kryer ndërhyrje estetike. Gjatë një bisede me banorin Labin, i cili e pyeti rreth ndërhyrjeve në trupin e saj, Alba u shpreh se ka bërë 2. Ajo zbuloi gjithashtu se ndërhyrja në gjoks ka qenë një dhuratë nga Limi. Sipas Albës, kjo ndërhyrje ka kushtuar rreth 5.000 euro. Pjesë nga biseda. Labi. Alba, më fal, a ke ndërhyrje estetike? Alba. Po, kam 2 hundën dhe gjoksin. Labi. Kush ta ka paguar gjoksin? Alba. Limi ma ka bërë dhurat. Kisha qejf ta bëja, doja të shkoja me reklam, por më tha të prisja se do ma bënte ai dhurat. Ka kushtuar 5.000 euro. Kujtojmë se Alba dhe Limi kanë qenë më parë në një marrëdhënie, e cila tashmë ka përfunduar. Kjo situatë e detyroi atë të merrte një vendim të rëndësishëm për jetën e tij. Hyra për të luajtur, por kur dëshira për lojën ikën, gjithçka humbet kuptimin. U përpoqa të ambientohesha, por nuk funksionoi, shpjegoi ai.